Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: një burr erdhi te profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe tha: më mëso një vepër që më bën të më doj Allahu, të më duan njerëzit, të më shtohet pasuria, të kem shëndet të mirë, të kem jetë të gjatë dhe të ringjallem bashkë me ty. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në ato momente i thot: këto që përmende janë 6 cilësi dhe ato ka nevojë për këto 6 vepra. E para, nëse dëshiron që Allahu të doj, ki frikë dhe ji i devotshëm ndaj tij. Nëse dëshiron që njerëzit të duan, bëj mirë ndaj tyre dhe mos lakmon ato që ato kanë. E treta, nëse dëshiron që Allahu të ta shtoj pasurinë, jep zekatin. E katërta, nëse dëshiron të kesh shëndet të mirë, jep sadaka. E pesta, nëse dëshiron që Allahu të ta zjas jetën, mbaj lidhjet me të afërmit e tu. E gjashta, nëse dëshiron që Allahu të ringjallë me mua, zgjate atëherë qëndrimin tënd në sejdë përpara Allahut një dhe të vetëm.